Prefekti i qarkut të Vlorës, Plator Nesturi, reagon pas deklaratës së këshilltarëve të opozitës në Këshillin e Bashkisë së Vlorës mbi dërgimin në SPAK të caktimin nga Këshilli i Bashkisë dhe shprehjes së lishmërisë për zgjedhjen e Elis Halilit si kryetar i Bashkisë së Vlorës. Në një prononcim të tij, Nesturi ka cilësuar veprimin e grupit të këshilltarëve të opozitës në Këshillin e Bashkisë së Vlorës si autogol. Në asnjë rast nuk ka një ankimim të vendimit të Këshillit apo shprehjes së lishmërisë, por thjesht një propozim dërguar kryetarit së Këshillit të Bashkisë së Vlorës, ndërsa prefekti për dieni. Nesturi ka theksuar se nuk dihet kush e dërgon këtë propozim, pasi ka vetëm një letër me vetëm disa firma. Mendova se kjo çështje quhej e mbyllur për faktin sepse pavarësisht të betejës politike, unë nuk dua të ndërhy fare në këtë çështje, pasi prefekti shpreh ligjshmërinë po apo jo. Dhe të paktën edhe nga deklaratat mediatike, politike që kam pasur, ka qenë për çështje procedurës. Dhe në rastin konkret ne kemi të bëjmë sërish me një procedurë ku nga ana e këshilltarëve të Partisë Demokratike, pra të opozitës, është bërë një ankimim i cili realisht nuk ka ndjekur, pak nëse bëhet një ankimim për procedurë, pak dhe ata duhet të jenë shumë të rregullt me procedurën, ku shkruhet që i drejtohet zonjës Elpiniqi Mërkuri, kryetare e Këshillit Bashkiak Vlorë, dhe prefekti thjesht është ndjenit një ankim i cili ka bërë ndaj Elpiniqi Mërkurit. Dhe këtu nuk ka pasur asnjë shkresë zyrtare për të bërë një pezullim apo të bërë një argumentim të caktuar. Pra, nëse flasim për procedura dhe kur nuk jemi vetë në rregull me procedurat, atëherë duhet të jesh i kujdesshëm edhe në mënyrën se si luan se të kthehet bumerang. Dhe në këtë rast mendoj se kam bërë bumerang. Pse e them këtë gjë? Sepse nuk ka të bëjë me çështjen e veprimtarisë Këshillit Bashkiak të Vlorës. Ky është një institucion në të cilin padyshim që kryqëzohen dhe ndërturen të gjitha problematikat që ka çdo bashki. Dhe nga çdo bashki për çdo vendim që merr, siç bën ankimime të rregullta shkresore ku i drejton prefekturës, që nga qytetarët e thjeshtë, e deri tek grupet e caktuara të këshilltarëve për çështje të ndryshme që kanë bërë, marrin përgjigjen një herë së pari ankimuesit dhe pastaj jepet vendimi. Dhe në këtë rast nuk ka pas asnjë ankimim lidhur me këtë çështje pranë prefektit të Vlorës. Kështu që realisht më duket si një debat i cili më tepër kërkon të më tërheq në një temë, në një betejë politike të radhës, por që realisht dhe ligjërisht është komplet jashtë çdo kontekst. Prefekti është shprehur për lishmërinë dhe që zoti Elis ka filluar detyrën pikërisht me njëherë pasi ka marrë demiratimin e këtij akti nga prefekti i qarkut të Vlorë. Kështu që çdo deklaratë tjetër është e panevojshme, përderisa ne kemi një shprehje të plotë të ligjshmërisë së vendimit. Reagimi i Nesturit ka ardhur pas deklaratës së opozitës në Këshillin e Bashkisë, ndërsa prefekti ka theksuar se nuk ka asnjë informacion mbi deklaratën e këshilltarëve të opozitës për dërgimin e kësaj çështje në SPAK, teksa gjithçka e ka mësuar vetëm nga mediat.